Të nderuar shikues, mirëmbrëma, mirëse të takohemi me të pashoq si çdo të mërkur. Edhe sot do të ndalemi tek aktualiteti, por do të ndahemi në pjesë. E them këtë sepse dua ta nis edhe intervistën e sotme me atë çka po ndodh në shesh prej 46 ditësh me protestat kundër qeverisë, por jo vetëm, dhe më pas të spostohem me bilancin e drejtësisë, i cili u bë sot në Kuvend nga kreu i SPAK-ut Klodian Braho, por edhe ai i BKH-s Joni Keta. Për të folur për këto, besoj se kam njeriun e duhur, avokati i mirënjohur Arben Langozi është me mua sonte. Mirëmbrëma, avokat. Mirëmbrëma. Si shkon puna në këto ditë të nxehta vere? Apo je njësoj? Një lloj jemi, s'fer se ka në ndryshim. Tani, sikur se e thash, dua ta nisim pa humbur kohë me protestën. Nuk ishte parë ndonjëherë në historinë e Shqipërisë kaq shumë ditë pa ndërprerje, dhe me se ç'duket e ç'thuhet, do të vazhdoj pa ndërprerje edhe gjatë verës, pavarësisht pushimeve. Nuk të kam pasur në studio që kur ka filluar protesta, dhe dua të di një mendim tëndin deri në këtë pikë ku jemi. Unë mendoj që protesta është një kryengritje popullore e cila është ngritur jo vetëm për të rregulluar mënyrën e jetesës së tyre apo dhe të shqiptarëve, por është një luftë e cila është ndaj kësaj politike të vjetër e cila ka gllabëruar pronat publike, ka marrë fonde dhe kundër gjithë vlerave korruptive në politikën shqiptare. Nëse ne do t'i referohemi historikut të kësaj proteste, po bëjmë rreth 45 ditë, e cila ka çakërduar komplet sistemin politik shqiptar. Të mos harrojmë që nuk i kemi parë ndonjëherë deputetët që të merren personalisht me disa persona të cilët janë qytetarë të Republikës së Shqipërisë, kanë dalë dhe i shantazhojnë, kanë dalë nga vetja. Kjo do të thotë që në moment që populli kërkon të marrin pushtetin e tij, politikanët bëhen agresiv dhe të papërgjegjshëm duke dalë në natyrën e vet grabitçare. Në rastin konkret, ne kemi disa politikanë të cilët kanë një histori, kanë një jetë të tërë në politikë dhe nuk kanë bërë asgjë për Shqipërinë. Përveç se kanë grabitur dhe gllabëruar çdo qindark të fondeve publike. Ndërkohë ne bashkë po bëjmë shumë kohë që kemi denoncuar raste dhe afera korruptive pafund të kësaj qeverie apo edhe të asaj të mëparshme. Pra, atë që ne kemi folur, kemi sensibilizuar dhe kemi udhëzuar populli po e bën sot me protesta, duke u ngritur kundër kësaj klase politike e cila sipas gjasave duket dhe e nxori fytyrën e vet që është në bashkëpunim me njëra tjetrën kundër qytetarëve dhe pro gllabërimit të pronave publike, të cilat tashmë kemi me qindra milion euro të dokumentuara nga prokurorit, por edhe me mijëra metër katror tokë publike e cila ju është dhënë oligarkëve. Pra kjo është ajo protesta të shtresa e cila quhet shtresa me jetesë normale apo edhe minimale, që është në shumicë, po kërkon të marrin pushtet ndaj oligarkëve dhe ndaj atyre personave të cilët në rastin konkret kanë gllabëruar Shqipërinë. Unë e shoh si një zhvillim shumë të bukur për Shqipërinë, si një zhvillim e cila ka dhënë dhe reagimet e para. Kemi politikanë të çakërduar, kryeministri ju e pat, domethënë doli si një psikopat në mes të gjithë njerëzve duke ofenduar qytetarë edhe kërkonte edhe shërbime sekrete në mes tyre, gjë që deri më sot kemi 45 ditë që nuk ka gjetur askënd, sepse i kemi disa njerëz të cilët janë të varfër dhe kërkojnë mirëqenie, kërkojnë ato taksa që janë vjedhur t'ju kthehen, gjë që kryeministri ja u ka dhënë oligarkëve dhe do jetë një luftë shumë e gjatë, mendoj unë. Sipas teje, çfarë ka arritur deri tani? Ka arritur që politika ka kuptuar se nëse populli vendos që të marrin pushtetin, atëherë politika është e pafuqishme ndaj popullit. Dhe kjo ka ndodhur, të mos harrojmë, ju keni parë se si vepron Tauland Balla, Erion Braçe, e shumë persona të tjerë të politikës, të cilët merren me qytetarë të thjeshtë duke i fyer, duke i ofenduar, pra kanë dalë nga vetja dhe kanë dalë në natyrën
e tyre të vërtet, e të cilët janë disa njerëz të rëndom në krye të qeverisë dhe në krye të drejtimit të këtij vendi, sepse siç e thash dhe më sipër, qëllimi i tyre nuk është i shërbejë qytetarëve, por qëllimi i tyre është të gllabërojnë fondet publike. Të mos harrojmë skandale, sa skandale kemi denoncuar. Kemi skandale në shëndetësi, skandale për mbetjet, skandale pafund, veprime korruptive. Nëse do bëjmë një statistikë, janë mbi 1500 zyrtarë të arrestuar nga prokuroria e posaçme. A mund të themi ne që kemi një qeveri që ka punuar për popullin, apo kemi një organizat kriminale, sepse nëse kalon një vlerë apo një numër njerëzish dhe të cilët në mënyrë të organizuar kanë kryer një vepër penale, atëherë ne nuk kemi më qytetar apo individ apo funksionar që kanë kryer një vepër penale, po këtu kemi një organizat kriminale e cila ka gllabëruar fondet publike. Pra, kundër kësaj janë ngritur protestat, kundër kësaj organizate kriminale. Dhe na del që PD, PS janë së bashku në këtë lloj organizimi, sepse të mos harrojmë që ditët e para të protestës, cili ka qenë reagimi i Berishës, pavarësisht se ka dashur ta korrigjojë më pas, por reagimi i Berishës ka qenë kundër protestuesve dhe pro gllabërimit të pronave publike në atë zonë. Pavarësisht se kemi një ligj i cili është kundërshtuar edhe nga Bashkimi Evropian, dhe nga shoqata të ndryshme, këtu kemi të bëjmë tashmë me një opozitë e cila kritikonte protestuesët, që edhe me të drejtë sepse gjetën edhe mbështetje nga Parlamenti Evropian, dhe kërkonte që të zhvillojë një projekt i cili nuk kishte asnjë lloj interesi publik, po përveç se interes të oligarkëve shqiptar apo të huaj. Duke qenë se dyshja Rama Berisha është në krye të kauzës së protestave, si mendon se po i qasen ata kësaj kryengritje, po themi, kësaj revolte kaq të gjatë? Unë mendoj se imazhi fake i kryeministrit Rama është qartë tashmë. Pra ne nuk kemi më një kryeministri i cili dilte gënjente, mashtronte dhe mund bënte çfarë të donte ai. Kjo është protesta e parë, mendoj që ai nuk ka arritur ti manipulojë qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Pra këta qytetarë nuk ka arritur dot t'i blej. Dhe në moment që kemi një grup i cili nuk është i vogël, ne kemi parë mira e qindra mira në shesh, nuk ka arritur dot t'i manipulojë. Të mos harrojmë protesta studentore u shuan, apo edhe mbetjeve kimike, apo edhe shumë protesta tjera, qoftë protesta në unaze madhe që u ngritën shumë njerëz në protestë dhe u shuan të gjitha, u përçan, u blen dhe u shantazhuan. Ndërkohë, kjo protestë është asaj shtrese e cila punon dhe më bëri përshtypje një djalë i cili shpërndante ujë me bidona ditën edhe valvit flamurin në mbrëmje. Dhe këta janë njerëz që nuk mund të shiten, nuk mund ta shesin djersën e dinjitetin e tyre. Dhe kjo është ajo arritje e madhe e cila nuk mund ta blej dot kryeministri. Mendoj që do kemi zhvillime dhe do kemi lëkundje të tjera të mëtejshme. Të mos harrojmë që këtë protestë me këta njerëz të thjeshtë dhe të varfër ka arritur e ka mbështetur Parlamenti Evropian, edhe antarët e Parlamentit Evropian, besoj ju e keni transmetuar, të cilët kanë dhënë zhvillime, pra kanë dhënë mbështetje për këtë protestë dhe për këtë hap. Edhe të mos harrojmë shumë të huaj të cilët janë bërë pjesë e kësaj proteste dhe kanë ardhur në Shqipëri dhe kanë qenë mbështetje edhe për krajin. Kështu që për këtë arsye ne unë vlerësoj që ne do kemi një zhvillim politik, pra të gjithë njerëzit, edhe ata që kanë qenë skeptik, mendoj që i kanë kthyer kurrizin kryeministrit dhe kjo është ajo elektorati gri i cili kryeministri ka abuzuar gjatë gjithë kohës dhe sot nuk e ka më. Nëse ndalemi pak në aspektin paksa ligjor, referuar protestave apo më saktë episodeve të tyre, sidomos para parlamentit në kohë që kanë qenë të dhunshme, dhe pasojat që kanë marrë, për shembull me disa arrestime nga radhët e protestuesve. Megjithatë, ky nuk është bilanci i vetëm. Por nga ana tjetër kemi edhe, po themi, një lajm që zuri faqet e para të shumë ditëve të fundit, por duket se Google e zgjidhi me kërkesën e kryeministrit, review të famshme për shumë biznese që protestuesit mendojnë se i përkasin oligarkëve dhe shumë përfituesve lidhur me qeverinë dhe pushtetin në mënyrë të pandershme.
Këtu a ka përgjegjësi ligjore për shembull, sepse doli lista e zezë e protestuesve që e kanë realizuar këtë punën e reviewve. Unë mendoj që të shprehësh një mendim nuk është krim. Kështu lista e zezë nuk mund të bëhet për disa qytetarë të cilët ndajnë mendim ndryshe nga ai që ose duhet të shpreh mendimin e tyre në një formë apo në formë tjetër. Po sepse nisën hetimet për këtë. Përdesa aksesi është publik dhe mendimi duhet të jetë i pavarur për mendimin tim, ky lloj ndikimi që ka bërë shteti është i paligjshëm në ndihmë të këtyre bizneseve. Ne dim shumë mirë që këto janë biznese të lidhura me qeverinë dhe i kanë marrë fonde publike dhe patjetër që qytetarët këtë kanë shprehur. Pra, këto biznese duhet të ndëshkohen edhe në gjetën formën më artistike, mendoj unë, të mundshme që për të shprehur që ata janë pjesë e qeverisë dhe pjesë së keqes së vendit të tyre. Kështu për këtë arsye unë vlerësoj që nuk ka listë të zezë, çfarë do të vendoset apo çfarë do të vijohet, do thelloj skandalin, sepse nuk mund të merresh me një grumbull të madh njerëzish i cili ka shprehur mendimin e tij në atë mënyrë që ata e kanë menduar. Kështu që s'mundet të bëhet policia e shtetit apo institucione të tjera me një individ që padyshim që ne e dim shumë mirë që këto individ për cilët ja marrë këto review negative janë të lidhur dhe kanë marrë fonde publike. Për këtë do t'japi llogari. Pra, unë mendoja që policia e shtetit apo institucionet e tjera ligjzbatuese do kishin filluar hetim për kryeministrin, sepse po bëjmë ditë të tëra që ka ulurima në mes të turmës e në mes të sheshit që kërkojnë burgun e kryeministrit. Dhe mendova mos ka filluar në një hetim që të pyesin ata qytetarë pse duhet të arrestohet kryeministri. Pra, në këtë linjë duhet të ishte policia e shtetit apo organet ligjzbatuese. Kështu që vlerësoj për këtë arsye duhet shikohet me një sy tjetër kjo ndërhyrja e policisë. Pra ne kemi ndikim këtu, ndikim të paligjshëm në favor të disa bizneseve apo një grupi të vogël biznesesh që janë kundër qytetarëve. Shpesh në protestuesit kërkojnë ndihmën e SPAK-ut për të realizuar kauzën e tyre. I pyetur sot, teksa jepte, më saktë bënte bilancin para deputetëve në kuvend, kreu i SPAK-ut Klodian Brau tha se nëse do të ketë prova referuar kallëzimit që është bërë për librin e famshëm The Albanian Files, atëherë SPAK do të veprojë. Si e konsideron këtë përgjigje dhe a ke pritshmëri apo një analizë tënde nga ana ligjore se a e kompromenton realisht kryeministrin Rama ligjërisht ky libër? Jo vetëm ky libër, po kryeministri Rama i ka provat sheshit. Të mos harrojmë, kemi miliarda euro të fondeve shqiptare të glabëruara. Meqense s'pas ka prova prokuroria e posaçme apo Klodian Brau, para disa kohësh kur u godit ky grupi i madh kriminal me në krye zotin Sheu e të tjerë, deklaroi se 60% të ndërtimeve në Shqipëri i ka marrë ky grup kriminal. Pra, në këto momente, kush i ka dhënë lejet, pyeti gjë Brau ose kush i ka dhënë lejet e ndërtimit për këtë grup kriminal? Po kryeministri ka dhënë. Ja pra provat dalin. A pyeti zoti Brau se kush ka qenë në Aruba, pse nuk e ka arrestuar personat dhe pse ka bërë publik personat e qeverisë që kanë qenë në Aruba. Por në vendimarrjen e prokurorisë apo edhe të gjykatës është shkruar një fjali që në Aruba ka marrë pjesë dhe antar të qeverisë. Atëherë kush janë këta? Pse nuk janë përpara përgjegjësisë? Çfarë kanë diskutuar? Pse qeveria shqiptare është bërë palë me krimin? Pse nuk i ka dhënë përgjigje Brau? Unë mendoj që nuk duhet të jepen deklarata politike që nëse ka prova. Ka provë të madhe se qeveria shqiptare të shkojë të ulet këm kryq në Aruba, palë me krimin, të marrin masa të financohen vlerat monetare në Shqipëri. Ne dim shumë mirë që ka qytetarë që nuk blen dot një banesë. Mund të punojnë një jetë të tërë dhe nuk i mjafton për të likuiduar një banesë. Ndërkohë, tregu shqiptar i është dhënë 60% të tij një grupi të strukturuar kriminal dhe krimit të organizuar. Dhe këtë e ka bërë vetëm kryeministri. Dhe në qoftë se ne do të shikojmë aferat, ne u arrestua Vangjush Dako vetëm për
për një leje. A është kontrolluar në një leje ndërtimi nga prokuroria e posaçme, sepse është ai autori kryesor, kryeministri që ka dhënë gjithë to leje. A ka pasur ndonjë referim nga kryeministria apo nga ZT-ja në lidhje me ndërtimet pa leje apo ndërtimet që janë bërë me lek të grupeve kriminale? Jo. Po a ka mundësi kryeministria apo AZT-ja që ti kontrollojë dhe ti fusi në filtra këto para që futen në Shqipëri? Padyshim që po, sepse ka hetim tatimor, ka drejtori tatimesh, ka njëkohësisht ka krimin ekonomik, policinë e shtetit, ka një sër strukturash, drejtorinë e pasrimeve parave. Ku janë këto? A ka pas ndonjë referim? Jo. Po si mund të dali një prokurori e posaçme dhe të thojë që po pati prova, po këto janë provat pra. Mos veprimi në vetvete i kryeministrit është provë. Është provë. Dhe aq më tepër veprimet aktive që na shkojnë dhe ulen në Aruba. Diskutohet për si do të coptojmë Shqipërinë. Edhe me kë diskuton? Me krimin. Dhe kjo është e rëndë. Edhe dali pastaj bëhet deklarata duke u marrë me qytetarët. Po s'është kjo zgjidhja, s'është e keqja një qytetar. Nuk është e keqja kjo është pra. E keqja është që SPAK-u duhet të hetojë kryeministrin. Se vetëm atëherë do themi ne që misioni i kësaj prokurorie u përmbush. Se nuk është e thjeshtë të shkosh po pati provat. Ç'është kjo? Po pse ne do gjejmë provat? Ti merr indicje pra, merr indicje si prokurori dhe vazhdo hetimet. Provën e krijon prokurori dhe e gjykon gjykata. Ç'është kjo? Po pati provat gjithë barabartë. Ç'a ka bërë kjo prokurorie e posaçme 10 vjet? Që kemi miliarda euro grabitje që po nga ata janë dokumentuar. Kush i ka firmos të pam, se doli kryeministri tha, unë incenatorët e firmosa. Pse nuk është marrë, pse nuk është pyetur, s'kemi incenatorin e Tiranës, ku është? Pra, kush është përgjegjës për këto? Kemi 400 milion euro që nuk dihet ku janë. E kryeministri jon na del edhe na diskuton se si do glabrojë Shqipërinë me grupet kriminale. Pra, me shoh shumë problem këtë deklaratën e Brau sot. Ju e prekët pak, por keni bërë edhe më herët deklaratat forta lidhur me dosjen ashtu quajtur Aruba. Për këtë, zoti Brau sot deklaroi se nuk mund të komentonte pasi vijojnë hetimet për të. Por nga ana tjetër ju thoni se SPAK nuk po vepron për të implikuar kryeministrin pasi ka prova. Duke u ndalur pak tek dosja Aruba, por edhe me një nënpyetje pse SPAK nuk arrin deri tek kryeministri, sipas jush, nëse ka vërtet implikim dhe hapi nuk ndërmerret, çfarë e pengon? Nuk e them unë që ka qenë qeveria shqiptare në Aruba apo persona të lidhur me qeverinë. E thot SPAK-u vet. Dhe kur vjen puna, janë fshehur emrat. Atëherë, a ka detyrim kjo prokurori të bëj publik emrat? Patjetër që ka. A ka pasur detyrim kjo prokurori të kërkonte masa arresti ashtu siç kërkoi për këto antar të këtij grupi kriminal? Patjetër. Po pse se ka bërë? Se ka bërë sepse janë dy arsye. E para është që SPAK-u po luan kartën e fundit apo prokurorët e SPAK-ut duke i kërkuar kryeministrit zgjatje të mandatit në këmbim të favorizimit të kësaj afere, dhe e dyta është që këta janë që prokurorët cilët komandohen në mënyrë të drejtë për drejt nga kryeministri Edi Rama. Unë mendoj që është e para, pra këta po bëjnë një pazar të shpifur me drejtësinë. Sepse nuk mund të pretendojmë ne që të heqim disa deputet apo persona të lidhur me qeverinë që ka marrë pjesë në këtë grup, në këtë organizatë kriminale, sepse ata janë pjesëmarrës. Se të nisesh nga Shqipëria, të shkosh në Aruba, e të diskutosh për mënyrën si do financohesh Shqipëri dhe ti krijosh lehtësira, kjo është pjesëmarrje, nuk është dieni. Është pjesëmarrje në një grup strukturuar kriminal. Dhe mendoj që SPAK-u këtë po e fsheh. Unë mendoj që të gjithë qytetarët shqiptar kanë të drejtë ta dinë, të dinë se kush ka qenë. Të dinë se kush ka qenë. Kështu që unë vlerësoj së shpejti do jetë edhe zyrtarisht nga të tjera organe ligjzbatuese,
sepse kanë qenë 3 shërbime që janë marrë në mënyrë të drejtë për drejtë me këtë rast. Janë bërë 5 takime dhe kanë qenë 3 shërbime, shërbimet belge, spanjolle dhe amerikane. Pra do të veprojnë partnerët thua në këtë drejtim? Dëgjojmë? Jo, tani po. Okej, jo, po thoja, do të veprojnë partnerët në këtë drejtim, e ke pritshmërinë? Po patjetër, sepse të mos harrojmë, nga djenia që un kam, DEA amerikane ka pasur një të infiltruar te grupi Aruba. Dhe jo pa qëllim një kongresmen në Shtetet Bashkuara kërkoi që të bësh një rezolut për qeverinë shqiptare që ka pjesëmarrje tek trafiku drogës apo jo. Dhe janë të lidhura këto. Për këto arsye unë e shoh që shumë shpejt do kemi një kaos në Shqipëri. Do t'i çirret maska kryeministrit, që është i lidhur me krimin. Është i lidhur me krimin organizuar. Edhe këtë e ka vërtetuar jo vetëm të ky rast, po në çdo rast. Unë e kam thënë në përgjimet Sky, në çdo dosje del kryeministri. Del kryeministri, të gjithë grupet kriminale të lidhura me kryeministrin. Çfarë është kjo? Pse duhet t'i favorizoj? Pse duhet favorizoj krimin dhe jo një qytetar të ndershëm ta motivoj apo një student apo një mjek. Ne s'kemi mjek, na kanë ikur mjekët vetëm se kryeministri nuk i ka prioritet, se ka prioritet grupet kriminale. Ka prioritet si të futen paratë pista Shqipëri edhe të glabroj Shqipërinë. Nuk e ka mendje fare që spitalet s'kan mjek, s'kan shtretër, s'kan asgjë. Edhe ato lekë që u investuan, u glabruan, u vodhën. U vodhën nga oligarkët e shëndetësisë. Kështu që kjo është që mendoj që kupa është mbushur dhe shumë shpejt edhe organet tjera ligjzbatuese do bëj publike çdo gjë. Do me thënë ti shkon përtej dorëheqjes nëse do të kemi shkon deri tek arresti. Nuk e dëgjova. Them me gjithë këtë shpjegim që bëre, mund të shkohet jo vetëm tek dorëheqja, po edhe tek arresti në fund. Unë e kam thënë që kryeministri Rama do ketë një fund të hidhur. Edhe unë vlerësoj që arresti është i pashmangshëm për arsye se kemi një aktivitet kriminal ndër vite. Kemi masakër në fondet publike, kemi masakër në trojet, në vendin, në pronat publike. Kështu që për këto arsye vlerësoj që do japin llogari, të mos harrojmë, pavarësisht se kryeministri Rama e reklamon si pozitive Europën, po të mos harrojmë që Europa i ka vënë kushte që ligji që ti ke krijuar për të krijuar lehtësira që pronën publike ta marrin oligarkët është e jashtëligjshme. Dhe kështu që vlerësoj që do ketë histori, do shikojmë histori me këtë kryeministër, do bëhet shembull në gjithë botën. Do bëhet shembull jo vetëm nga qytetarët e vet, por dhe nga organet ligjzbatuese. Se të ngrihet një kongresmen në Amerikë dhe thojë që kryeministri shqiptar dyshohet se është lidhur me krimin organizuar, s'ka vend të ri. Është shumë e rëndë. Edhe ai del na shet mend se kur kishte di se ça po bën. A kuptoni që ne nuk kemi qeveri, ne kemi një individ që ka zvendësuar gjithë qeverinë. Ne s'kemi një mbledhje të Këshillit Ministrave, Ne kemi gjithmonë del kryeministri i dham Kanye Westot 4.2 milionë euro. Po kur e mblodhe qeverinë ti më që vendose? Si e mblodhe? Si u vure ndjeni? A ka i procedur? Pra, kjo është që është abuzim. Dhe këto abuzime i ditë do kontrollohen. Të mos harrojmë Berisha po mban përgjegjësi për 2008-ën. 4.2 milionë euro shqip që përmende i koncertit Kanye West ka përfunduar në gjykatën kushtetuese. Si mendon se do të jetë fati? Do të ketë një implikim direkt ligjor? Implikim direkt ligjor, unë them që do ketë, por ka diçka që akti me cilën kryeministri ka vendosur të japi 4.3 milion euro, 4.2 milion euro, ka arritur qëllimin e tij. Pra lekët janë dhënë. Dhe unë vlerësoj që përveç se duhet të shfuqizohet vendimi, duhet të rregullohet dhe pasoja, sepse nëse ne do kërkojmë vetëm shfuqizimin e vendimit dhe shpalljen e tij si antikushtetues, po si rregullohet pasoja? Lekët kanë ikur. Po duke kthyer shumën në institucion.
vetëm të erë gjykata kushtetuese mund ta marrin në gjykim, sepse vetëm të konstatojmë paligjshmërinë do ta shoh me dyshim për shkak procedurial. Po jo se nuk ka të drejtë ata persona që kanë çuar, e drejta është absolute, sepse shikon në ëndra ndar kryeministri dhe ditën tjetër del thotë shikoj të japim Kanye West 4.2 milionë, është shumë banale, shumë e rëndë, shumë hajdut, është hajdut në këtë rast. Ka dalë hajduti me test në krah, sepse ka marrë lekët e pensionistëve. Ka marrë lekët e të smurve, edhe besoj pak dhe rasti që dolën u publikuan dokumenta që kërkon donacione për QSU-tën. Pra, imagjino ku jemi. S'kemi shtretër për spitale, s'kemi shkolla, s'kemi arsim, s'kemi asgjë në Shqipëri. Edhe del na promovon kulturën me 4.2 milionë euro që erdhi një këngëtar në Shqipëri. Dhe atë e publikoi gjithë bota, thotë. Jo, ka publikuar vetëm Rama me ministret e veta. E kanë reklamuar. Se unë për vete nuk kam në interes të dëgjoj atë. Apo dhe shumë të tjerë, dhe ju e dini shumë mirë se po të kishte aq interes, nuk do kishte nevojë të ndrynte qeveria, do ishin bler biletat vetë. Pra përderisa pati interes, atëherë kryeministri u detyrua që dha lekët. U subvencionua dështimi në këtë rast. Patjetër pra, kjo ishte. Këto para sepse nuk është 4.2 milionë euro, nuk është 4.2 milionë euro dëmi. Kush e ndërtoi stadiumin? Sa është kostoja? Pse nuk i bëjmë publike? Me qenë se do fitonim, sa kemi fituar? Na i bëjmë publike ta dimne, që Shqipëria u bë pasur. Kjo çështje ka shkuar edhe në SPAK, nga PD. Po SPAK mendon se deri ku mund të shkojë? Se gjykata kushtetuese ka tjetër lloj vendimarrje po. Siç e theksova, këtu kemi të bëjmë me një aferë të pastër korruptive. Në qoftë se SPAK do ketë një integritet, ashtu siç ne kemi dëshiruar, atëherë duhet ta hetojë këtë çështje. Nuk e di se sa do shkoj larg, se siç ta thash, prokurorët e SPAK-ut kanë hallet e veta personale, sepse duan që të zgjasin mandatin e tyre. Po, nëse bëhet një pazar ditën për diell nga ana e SPAK-ut me pushtetin, atëherë një pyetje krejt naive dhe thjesht, po bota ku është në këtë rast që kanë paguar për këtë drejtësi? Është inekzistente, sepse kjo është problemi që unë e kam thënë. Unë reklamua që SPAK-u është drejtësia amerikane. Ndërkohë, unë e kam thënë dhe po e rithem, ne drejtësi nuk e bëjmë me të huaj, ne duhet ta bëjmë këtu. Ne duhet të ndërgjegjësojmë njerëzit që mos kryejnë krime, ne duhet të organizojmë policinë e shtetit parandaloj krime, gjë që ne s'kemi parandalim krimi, po bëjmë 13 vjet. Përveç Trifon Murataj, kemi parë në rast tjetër kokaine të sekuestruar në Shqipëri? Flasim me kilogram. Edhe aq e pastër që kjo Shqipëria, sa që nuk ka loka asnjë kilogram narkotik në Durrës, që ka qenë epiqendër e sekuestrove të tonelatave narkotik. Pra ne s'kemi parandalim. Ne s'kemi një hetim proaktiv në SPAK-u në 9 vjet. Përveç se atyre përgjimeve dhe dosjeve që kanë ardhur nga Bashkimi Evropian Sky, i kanë marrë, i kanë montuar si kanë dashur, kanë nxjerrë ato, kanë hequr atë që kanë dashur nga dosja dhe kemi montazhe të pastra nga prokuroria. Dhe ne të pretendojmë që të kryen veprime hetimore të tjera edhe të japim kaq publicitet sa e prokuroria, për mendimin tim është e pavlerë. Për arsye sepse, siç e theksova, s'kemi hetime proaktive ne. Nuk kam parë një dosje në SPAK që të kryejmë hetime vetë me veprime përgjime të saj, përveç rastit të zonjës Voda. E mbani mend besoj. Para 7 vitesh mori një ark me peshk. Po. Ajo ishte hetimi proaktiv i prokurorisë posaçme. Dhe nuk e shoh që do eci me këtë çështje. Do regjistrohet procedim, do qëndrojë aty një kohë të gjatë, dhe më pas do pushohet si gjithë dosjet e tjera, si dosja Ols Ramës, dosja Xhibrakës. Ku vajti, u pezullua, u pa autor. Që autori ishte 2 metra e 10 centimetra.
Kështu që e shoh jo efektive këtë prokurori. Po me call centerat, shumë është folur, goditje shumë të vogla, por duket se kupola e madhe nuk preket. Apo jemi në të njëjtën logjik sa shpjegove deri tani? Ne besoj e pat që media italiane në bashkëpunim me emision investigativ shqiptar i kanë ndjekur raste të shumta që i është dhënë materiale edhe prokurorisë së posaçme. Të mos harrojmë që gjatë investigimit janë njoftuar policia e shtetit e cila erdhi, konstatoi dhe iku. Pra nuk është se kishin marrë masa, unë e vlerësoj që call centerat është një lloj biznesi i cili ka të implikuar edhe policinë, e ka rekrutuar ky biznes policinë e shtetit se paguan. Ka njerëz që marrin rishfet për të ruajtur këto biznese, për të informuar në kohë reale këto biznese. Spaku po të doj e arrin, po siç e theksova nuk ka vullnet. Nuk ka vullnet për të çuar hetime më përpara. Po merren me ato dosje edhe kërkojnë staf. Për çfarë do stafi për të lexuar përgjimet Sky? Pse si shpërndajnë këto përgjime në prokuroritë e rrethave? Do kishte mbaruar kjo historia e Skyt me kohë. Nuk mund të rrim një jetë të tërë duke pritur çka ka një dosje Sky. Jashtë vitit 2020, jemi 2026. 6 vjet prokuroria e posaçme është marrë vetëm me këto përgjime. Si e ke parë së fundmi, u pyet edhe sot në kuvend kreu i BKH-s Joni Keta për një lloj, po themi, jo bashkëpunimi mes BKH-s, Pakut dhe Policisë së Shtetit, referuar një operacionit fundit në Durrës, që BKH e ndërmori e vetme. Keta tha se nuk kemi konkurrencë me Policinë e Shtetit dhe i mohoi këto zëra, megjithatë duhet theksuar që nga ana tjetër kemi një polici të riformatuar me ardhjen e kryepolicitë Hita. Unë e shoh edhe në rastet, sepse këtë e ka deklaruar më parë Dumani, dhe tha që ne nuk mund i besojmë policisë shtetit, sepse kemi 300 drejtues policie shtetit të implikuar në dosjen Sky. E mbani mend besoj? Po. Ku janë të 300 punojës policie? Pse nuk janë arrestuar? Po bëjmë rreth 1 vit e gjysmë që është deklaruar publikisht në kuvend një gjë e tillë. Pse nuk janë arrestuar? Apo ishte show ky fjalim, kjo deklaratë? E tjetra është që në qoftë se policia e shtetit ka edhe kryen veprime të cilat bien ndesh me ligjin, duhet të kishte filluar një hetim dhe të mos bëhen deklarata publike. Duhet që me patjetër të kishte hetuar për mos veprim, apo veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës, po ka një sër vepra që duhet të kishte filluar prokuroria e posaçme, jo të japim deklarata publike që trondisi shoqërinë. Këtë shoh unë që është problem. Nuk është problem bashkëpunimi, është problem organizimi i prokurorisë posaçme. Merren aty me 500.000 lekë që diskutohet për elton qynor për rrjetet sociale. E nga ana tjetër glabrohet prona publike dhe nuk kryen asnjë veprim. Ta marrin pronën publike nga Ksamili e të dalin veri, është e glabruar e tërë. Është në një veprim hetimor kompleks ky rast për të hetuar. Jo. Po se kanë ata në qëllimin e tyre, kanë qëllimin e tyre të marrin ato dosje, ti montojnë, të vënë ai letër këtej, merr letër, hiq letër, edhe dalin edhe shkojnë në gjykat, caktojnë masa sigurimi. Ndërkohë sot, një tjetër zhvillim i rëndësishëm ishte edhe zbatimi i amnistisë penale. 541 të liruar, mbi 800 që përfitojnë ulje dënimi, rillogaritje dënimesh, amnistia u zbatua sot në të gjitha institucionet e vuajtjes së dënimit në Shqipëri. Ke diçka për të thënë për këtë? Unë e vlerësoj që këtu qeveria ka vepruar drejt, sepse gjykata për të justifikuar veten e saj ka dënuar njerëz të cilët nuk e meritojnë atë lloj marzhi dënimi. Ka bërë veprime të cilat kanë ndëshkuar njerëz të varfër, njerëz të cilët nuk duhet të kishin dënime alternative, por i kanë dënuar me burg. Kjo është një veprim pozitiv sepse
ndoshta ju nuk ose publiku i shikon me sy tjetër, po ndërkohë ne si avokat i kemi parë dhe nga ana sociale, nga ana mënyrës kryes një vepre, nga ana kushteve të tyre, dhe kështu që vlerësojmë që shumica e njerëzve në burgje janë dhe padrejtisht. Kështu që unë them veprimi i kryer nga qeveria është një veprim i drejtë dhe duhet që burgjet të mos shikohen si një dhënie amnistie. Askush nuk e ngre dhe unë mendoj dhe ju ftoj një ditë që edhe ju ta studioni si media se jeni i vetmi zë që mund të flisni. Burgjet nuk janë institucioni për cilën është krijuar. Burgu në Shqipëri quhet ndërshkim. Ndërkohë koncepti IEVP-s është rehabilitus. Pra një qytetar merret, rehabilitohet, këshillohet, jepen ide për jetën dhe mënyrën si duhet funksionojnë nëse nesër do integrohet në shoqëri. Pra ky është qëllimi. Ndërkohë këtu i marrin, i fusin në burg dhe nuk ka asnjë lloj aktiviteti për të cilën ata duhet të riintegrohen në shoqëri. Pra këtu kemi shkelje shumë të rënda të cilat duhet të bëhen dhe publike. Sepse nuk mund të mendojmë ne që dolën 500. Ja do hyjnë 500 të tjerë dhe po e njëjta situatë do jetë. Dhe me të drejtë njëri tha që ne në Shqipëri nuk mund të jetojmë dot pa shkelur ligjin, sepse qëllimi i atij, ai si çyri doli. Ai nuk është edukuar, ai nuk ka marrë një profesion, ai nuk ka marrë një ide për mënyrën si duhet funksionojë jeta. Edhe kështu dalin të gjithë. Pra, kënaqësia më e madhe e tyre është që të dalin nga burgu dhe pastaj shohim bëjnë, pra nuk ka një qëllim në jetën e tyre. Dhe kjo është ajo që është problemi më i madh. Dhe jo se u dha një amnistia po u përdor politikisht, po s-ja ka drejt, po d-ja ka drejt. Duhet shikohet burgu në një koncept më të gjerë, si rehabilitim. Pra duhet të ketë kurse të ndryshme, duhet të ketë aktivitete të ndryshme të cilët e formojnë një person. Sepse nëse një person kryen një vrasje dhe rri 10 vjet dhe i krijohet ideja akoma më rëndë që ti je i fortë sepse ke vrarë njerëz, ai me atë ide do dali prapë në shoqëri dhe do vrasë njerëz prapë. Ne kemi pas raste që sa ka dalë ka kryer vepër tjetër penale. Kështu që shoh problemin më të gjerë se sa dhënia e një amnistie. Flasim pak për vendimin e pak kohëve më parë të gjykatës së lartë lidhur me masat e sigurisë arrest me burg. Megjithatë, në parim është kjo vendimarrje, por në praktik nuk është se është reflektuar, të paktën tek personazhet zyrtar apo ish zyrtar që qëndrojnë pas hekurave. Mendon se do të reflektohet në vazhdimsi, ndoshta me ndonjë çështje më vete, si në rastin për shembull të kryebashkiakut Terion Veliej, që ka zhvillime të rëndësishme në procesin gjyqësor? Unë mendoj që për rastet e zyrtarëve duhet që të mos aplikohet masa të tilla lehtësuese për arsye pse. Sepse një zyrtar ka padyshim një grup njerëzish, një drejtori juridike me të cilën konsultohet. Pra nuk konceptohet se është i qytetar i thjeshtë dhe kreu një veprim kundërshtim me ligjin i cili mundet të sjellë një pasojë në shkelje të ligjit. Pra, unë mendoj që një zyrtar e ka kryer me dashje një krim. Nuk mund ta kryej kurse si pa dashje një veprim kriminal. Për këtë arsye vlerësoj që vepra penale është më e arrirë, pra dyshimi është më i rëndë dhe është bërë me dashje direkte, pra kemi dy kritere të cilët janë plotësuar. Në lidhje me aplikimin e shoh problem edhe për disa vite, për arsye sepse sa të krijohet ky standardi dhe sa të kontrollohen këto masa sigurie që i caktohen personave, mendoj që do jetë një histori më vete. Ne nuk është se nuk ka ekzistuar kjo dispozitë ligjore, është shkruar në ligj. Nuk është se është doli në vendim njësues apo unifikues. Është e shkruar, por a ka qenë vullneti për t'i aplikuar? Jo. Pse? Sepse më parë edhe tani shikohet si një job që drejtësia i vendosi qytetarin. Pra, në qoftë se më parë paguheshin para për të zvendësuar masën, sot duhet paguar shumë para për të zvendësuar një masë sigurimi. Unë kam një rast në qytetin e Sarandës, kjo drejtësia e re ka paguar 110.000 euro për një masë sigurimi. 110.000 euro. Edhe kur gjykata e apelit
Në masën e sigurisë deklarohen që s'ka vepër penale fare, pra i rrëzojmë me masë sigurimi çështjen. Dhe pse ndodh kjo? Sepse duan para. Dhe kjo është arsyeja e caktimit masave. Ndryshe nga zyrtarët, unë do ta vlerësoja që masat ndaj zyrtarëve duhet të jenë më aktive. S'duhet të ketë tolerancë, sepse kanë sjell pasoja miliarda euro shtetit ton. E duhet të jenë më të përgjegjshëm në vendimarrjet e tyre. Kështu që e shoh edhe pjesën e parlamentit. Si mundet që të favorizosh ti një zvendës kryeministre duke mbrojtur me i mal me prova për të përballur me drejtsinë. Kështu që e shoh që duhet të përballen. Por për qytetarët mendoj që duhet të ketë defavorizim. 2 ditë më parë u dha pretenca nga SPAK për një fraksion të dosjes Meta Kryemadhi. Si e pe? Pa dyshime është ajo që pritej. Prokuroria e posaçme u tregua më e lehtë te caktimi i dënimit, pra kërkoi pezullim për shumë persona. Të shohim vendimarrjen e gjykatës, sepse gjykata nuk është detyruar të vendosë sipas organit të akuzës. Nuk jam pjesë apo brendësi e dosjes së kësaj çështje, por me aq sa unë kam parë, vlerësoj që hetimet janë të cekta. Duhet të ishin thelluar dhe duhet ishin ballafaqur akoma më shumë. Mendoj që rasti në gjykim do jetë më i rëndësishëm ai i zotit Meta, i cili ka një gjykim dhe proces të themeli. Mendoj aty do jenë interesante provat, do jenë interesante çdo rrethan në lidhje me çështjen. Po për gjyqje të tilla kaq të rëndësishme si ky për shembull i zotit Meta, por edhe ai i Veliajt e tjerë, a je për transmetimin live që populli të ndjek, sepse janë çështje me interes? Gjykata ka refuzuar deri tani, po të pyes juridikisht. Unë mendoj që një seancë do të jetë publike. Përdesa një seancë duhet të jetë publike, mendoj që nuk ka asnjë lloj shkelje, nëse nuk kemi fraksione të tjera në hetim, apo nuk cënohet hetimi, dhe kur vetë personi që është i cënuar, që në rastin konkret është i arrestuar apo me masa të tjera, kërkon që kjo seancë të bëhet publike, vlerësoj që nuk ka asnjë lloj shkelje. Pse e them këtë? Për arsye sepse nëse ne do të referohemi lajmeve që publikohen nga ajo godin, nga gjykata dhe prokuroria, janë lajme identik në çdo lloj media. Pra një gazetar i çohet një lajm i montuar nga prokuroria dhe ai shpërndahet gjithandej. Pra opinioni publik lidhe me çështjet aty manipulohet. Për këtë arsye duhet ta vlerësoj cili do atë lajm që del apo atë që zhvillohet në proces, ta logjikoj dhe ta vlerësoj ai vetë se në çfarë kushtesh është drejtësia. Pra në moment që drejtësia nuk pranon një kërkesë të tillë, për mendimin tim është drejtësia ajo që është gabim dhe ka frikë nga vetë drejtësia. Nëse ata pretendojnë se nuk cënohet interesi i pandehur që ai vetë e kërkon, s'kam pse ta pengojmë, s'kam pse të bëjmë pengesë. Një pyetje specifike shumë shkurt. U deshën 500 ditë kërkesa që SPAK më në fund të pranonte për shembull kërkesën që kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj në ambientet e paraburgimit në Durrës të takohej me avokatët e tij të huaj ndërkombëtar. Duhej miratuar më parë kjo kërkesë apo është me vend? Po përdesa u miratua, do të thotë që u njohsi e ligjshme. Mirë, po pas ka shumë kërkesash. Po pra, u njohsi e ligjshme, vlerësoj që është cënuar e drejta që duhet ishte vlerësuar dhe duhet ishte miratuar më parë. Sepse një avokat mund ta takojë klientin e tij në çdo vend, edhe në Shqipëri, nëse se ligji ka të përcaktuar qartë që nëse një avokat i huaj merr pjesë me një avokat shqiptar është i lejushëm. Në rastin konkret është cënuar kjo e drejtë. Se si do organizohet më vonë, kjo ngelet për të parë. Okej. Unë falenderoj shumë që të kisha në studio. Të përshëndes. Faleminderit, punë të mbar. Të nderuar miq, faleminderit që na ndoqët, pa shoq rikthehet sërish.